Një djalë me zemër të artë që nuk kërkonte kurrë telashe, kur ishte e kuran tsunami, shqiptari që u vra në Itali. Një pasion për palestrën, tatuazhet, punën sezonale në Senigallia, gjatë verës dhe mbrëmjet në Perugia me miqt. Kushuriri i tij i kontaktuar nga Umbria 24 e përshkron hekuran tsunamin 23 vjeçarin shqiptar që vran në orët e para të mëngjesit të së shtunës në Itali si një djalë të qetë me zemër të artë, i cili nuk kërkoi kurrë telashe. Një person vërtet i mirë, i cili nuk shkaktoi kurrë probleme dhe gjithmonë shihte punën e vet. Tregon kushuriri i tij, pothuajse në të njëjtën moshë dhe gjithashtu banor i Fabrianos, një lokalitet i vogël me 28.000 banor në zonën e Anconës. Sipas të afërmit, 23 vjeçari shpesh kalonte mbrëmjet e tij me miqt në Perugia, 59 kilometra larg. Shkonin për t'u argëtuar. Ai gjithmonë frekuentonte Perugian, por nuk ndodhi kurrë asgjë, sepse nuk ishte nga ata që kërkonte telashe, shtoi kushuriri i tij. Sipas djalit, është e mundur që tsunami të ketë marrë pjesë në një aktivitet të organizuar nga klubi 110 në Via Alexandro Pascoli, pas pak metra larg vendit ku u gjet trupi i tij të premte në mbrëmje. Hekurani nuk kishte një punë të qëndrueshme për momentin, por punonte në një restorant familjar në Senigallia gjatë sezonit turistik. Viktima jetonte në Fabriano me familjen e tij dhe bënte punë të rastësishme atje gjatë dimrit. Kushuriri tha se Hekurani ishte apasionuar pas sporteve, veçanërisht pas palestrës dhe se i pëlqenin shumë tatuazhet.